Drejtimi ka në kohët e fundit është duke u përpunuar që të ketë edhe një drejtim, le themi, balistik me kompjuter, pra të montohet edhe të lidhet me sistem kompjuterik. Dhe kosto e saj, kjo është një nga gjërat që e bën edhe një ndër armët më të dashur, le themi, në fushën e betejës dhe jashtëzakonisht kost efektive, është e ulët. Pra, diku te $10,000 deri në $11,000 për një kokë. Trupi nuk është se ka kosto shumë të mëdha, por duke konsideruar që kjo mund të përdorhet nga shumica e këmbësorëve në fushën e betejës, është një armë jashtëzakonisht efektive. Është projektuar për të shkatruar tanket moderne dhe MBT, dhe është efektive gjithashtu edhe kundër bunkerave të trashësive nga më të fortifikuar, pra të trashësive nga më të ndryshme. Penetrimi i saj mund të shkojë deri në 90 cm, kjo bëhet fjalë menjëherë pasi është qarë armatura, pra pastaj sigurisht eksplozivi ka një shpërndarje të rrezës së tij. Por që kjo gjë është më se e mjaftueshme për të shkaktuar dëm dhe për të inkapacituar minimalisht mjetin e blinduar. Koka e saj është dizenjuar për shkak, pra ka një eksploziv tandem, pra të një pas njështëm, të dyfisht, që do thot në momentin e parë ajo neutralizon erën, që është explosive reactor armor, pra armaturën reaktive që ka tanku, dhe me eksplozionet e mëtejshme ajo bën penetrimin më pas. Është jashtëzakonisht i thjesht për të trajnuar dhe për të përdorur, prandaj edhe mund ta përdor cili do ushtarak në fushën e betejës këtë gjë. Zbrapse praktikisht siç e thash nuk e ndjen, është jashtëzakonisht i besueshëm në kushte luftimi deri në minus 40 gradë Celsius mund të përdoret arma, pra as të ftohti as të nxehti nuk e ndikon në qëllimin e kësaj arme. Dhe sigurisht është një armë ideale për këmbësorinë e lehtë, do të thoja. Vendet kryesore që e kanë përdorur, pra në Ukrainë, kryesisht është duke përdorur masivisht, ka provuar pikërisht, jashtëzakonisht mirë, po edhe vendet tjera që kanë ushtri tepër të avancuara si Zvicra për shembull dhe Italia e kanë futur këtë armatim, pasi është shumë e mirë për punën e saj, për atë që është dizenjuar të bëjë. Dhe një fakt interesant ishte që për sa i përket rrezës luftimit, rrezja minimale e përdorimit të saj ishte 20 metra, për që ndë përdoruesi pra efektivi i sigurt dhe i mbrojtur nga shpërthimi. Arma tjetër për të cilën desha të flisim është Javelin FGM 148, është dhe arma e fundit që ka marrë dhe Shqipëria, madje e prezantoi dhe ministri i mbrojtjes vet ardhin e raketave Javelin. Pas Kosovës i marrim dhe ne, dhe është një nga armët antitanke më të avancuara, por edhe të shtrenjta në botë, kjo duhet theksuar. Deri në 2019, në 5.000 angazhimet e saj, ka pasur 100% goditje të objektivit. Kjo është vërtet. Dhe të qellosh me këtë armë është një bukuri e jashtëzakonshme. Unë kam pasur fatin në fakt që ta qelloj këtë gjatë kohës time si student, si kadet në Akademinë Ushtarake, dhe është vërtet magjike mënyra se si e inkuadron objektivin dhe me një buton të vetëm, pa e ndjerë fare predhen që shkëputet nga supi yt, shikon se si predha bën atë ndjek atë flurudhën e saj në fillim duke udhëtuar me shpejtësi më të ulët, e rrit, ngrihet lart dhe godet objektivin nga lart poshtë më pas. Pra Javelin është një predh me drejtim anti-tank, pra ATGM që është ndryshe akronimi, dhe është një sistem që quhet Fire and Forget, që e kemi diskutuar edhe herë të tjera, praktikisht nënkupton në momentin kur është inkuadruar dhe është bërë kyçja në objektiv, mjafton të shtypësh butonin dhe ajo shpreh do të shkojë atje ku e ka patur destinacionin e saj. Është futur në shërbim në vitin 96 dhe për të zvendësuar një sistem më të vjetër të kohës së Vietnamit, por edhe më përpara të Amerikës, që ishte TOW, sistemi 2, i cili ishte një predh po me drejtim, por përmes telave në këtë rast. Dhe është përdorur shumë, sigurisht, në shumë vende të ndryshme të NATO-s, në veçanti nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ka performuar jashtëzakonisht mirë në luftrat e Irakut, Afganistanit, por edhe së fundmi në Ukrainë. Dhe siç e the edhe ti, 100% goditje në objektiv. Kalibri i saj është 127 mm, pra është një kalibër relativisht i rëndë, një gjatësia e saj 1.08 metra,
pesha totale e kombinuar bashkë me atë që quhet, sepse përbëhet nga dy pjesë kryesore, pra nga trupi i lëshimit dhe CLU-ja, kontroll laç unit, pra njësia e lëshimit dhe kontrollit, është 22.3 kg, pak më e rëndë se sa armatje. Panzerfaust 3, po, sigurisht. Shpejtësia e saj është 140 metra për sekond, pra pak më e vogël në fakt se sa shpejtësia e Panzerfaust 3-shit. Rrezja efektive fillon nga 65 metra distancë, përsëri edhe për sigurinë e personelit, deri në 4000. Disa versione më të avancuar tashmë shkojnë edhe deri në 4.5 km distancë. Nëse Panzerfaust është për mbrojtjen e shkurtër, pra me distanca shkurtra, kjo është për ato të nivelit të mesëm, do thoja, apo për këmbësorin deri në nivele të largta, sepse për këmbësorin 4 km është distancë goxha e madhe.